Pas 18 vitesh, gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuzat të gjithë të pandehurit për rastin e shpërthimit në lokalin Sekiraqa, ngjarje që ndodhi më 24 shtator të vitit 2007. Një mjetplasës shpërtheu në lokalin Sekiraqa në bulevardin Bill Clinton, duke lënë 2 persona të vdekur dhe 11 të tjerë të plagosur. Sipas aktakuzës, shpërthimi dyshohej se ishte bërë për hakmarrje në kulmin e një konflikti të ashpër mes policisë dhe figurave të botës së krimit pas vrasjes së policit Triumf Riza. Prokuroria kishte akuzuar disa persona për vrasje të rëndë, tentativë vrasje dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, por sot trupi gjykues vendosi që të gjithë akuzuarit të shpallen të pafajshëm, ndërsa shpenzimet e procedurës bien mbi gjykatën. Ky rast kishte kaluar edhe më parë në gjykatë, ishte kthyer në rigjykim dhe për vite me radhë ishte një nga proceset më të përfolura në Kosovë. Ndërkohë, për këtë shpërthim, 2 persona janë dënuar më herët në një proces tjetër gjyqësor. Për këtë dhe lajme tjera qëndroni në telegrafi.com.